unë kam qenë i pari që kam dhënë provimin e jurisprudencës, se mund të shihni këtu. Dhe asnjëherë, edhe pse kam konkuruar, kundër kandidatët e mi kanë qenë minuta mesatare më tulta, dhe gjithmonë thuhet nuk kam pas skuadrë shqiptar, dhe nga ana tjetër nuk i përfillin këto të drejtë. Prandaj, kjo është vërtetimi për provimin e jurisprudencës. Po, provimi për jurisprudencën e dhënë në gjuhën maqedane. Unë nuk e pata mundësinë, përveç kësaj mundit, labirintit që flas, padrejtësit, drejtësatarish, mua dash 3 vite të mësoj ta jap këtë provim. 3 vite. Një fakultet ta kryeni dhe tash edhe sa vite të tjera duhet. Mirë po, me që nuk u zgjodha prokuror, nuk u zgjodha gjyqtar, sepse ata i zgjinin sepse subjektet politike kanë akredituar diplomë. Diploma e cila është më e fuqishme as sa kanë miq në subjektet politike të caktuar. Prandaj ky dokument do të jetë në bazë revoltës time personale, që nuk e kam shfrytzuar dhe nuk do ta shfrytzuaj asnjëherë dhe nuk do të kem asnjëherë nevojë për këtë dituri, sepse në Maqedoni nuk vlen dituria, por vlen thjesht ignorancë. Dhe prandaj studentët i thonë ndal ignorancës.